Kthemi me informacione në vend dhe flasim për pagën minimale në Kosovë, që bazuar edhe në legjislacionin e ri dhe në kornizën e re ligjore që është në fuqi, duhet të zbatohet më patjetër si sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Kështu po deklarojnë juristët, sipas të cilëve ky legjislacion dhe korniza e re ligjore, e cila është në fuqi, ka karakter të normave dhe dispozitave imperative, të cilat janë të detyrueshme për zbatim. Paga minimale në Republikën e Kosovës me legjislacionin e ri, kornizën e re ligjore në fuqi, patjetër se ka karakter të normave, dispozitave imperative, që do të thotë se janë të detyrueshme dhe duhet të zbatohen me patjetër në sektorin publik dhe privat. Mirë po, në Kosovë një ndër mangësitë kryesore të kornizës ligjore është mos zbatueshmëria, mos funksionimi, apo siç njihet ndryshe, mos sundimi i ligjit, e që unë si avokat mendoj se duhet të bëhem përpjekje më të mëdha në mënyrë që me çdo kusht dhe pa kompromis të zbatohet ligji. Ndonse në janar hyri në fuqi vendimi që